Sot inshallah do të jetojmë në hijen e ajetit të 10 të surës Al-Hashr, ku Allah xhaleshonu pasi që në këtë sure i lavdëron ansarët edhe muhaxherët. Muhaxherët e dim kanë qenë ata të cilët kanë emigruar prej Mekës në Medinë për shkak me rrugën islame. Ansarët kanë qenë ata besimtarë të cilët i kanë prit këta muhaxherë edhe i kanë strehuar në Medinë, domethënë njerëzit e Medinës. Pasi që Allah xhaleshonu i përmend këto dy grupe dhe i lavdëron, vjen grupi i tretë, të cilën Allah xhaleshonu e lavdëron. Për ansar edhe muhaxher nuk e kena pas fatin me jetu në atë ku edhe me qenë. Mirë po këtë grupin e tretë nëse dëshirojnë, mundë me qenë edhe këto him në njënë prej 3 grupeve të cilat Allah xhaleshonu i lavdëron. E në këtë grup Allah xhaleshonu thëtë walladhina ja'u min ba'dihim, ata të cilët kanë ardhur pas tyre. Kush janë ata të cilët kanë ardhur pas tyre? Pas sahabëve, pas ansarëve dhe muhaxherëve, tabi'in, e deri në kiamet kanë të ndjeton. Mas pori rrugë, ata që kanë ardhur pas tyre, mirë po ky zinxhir vazhdon deri në kiamet. Çka bojnë ta? Yaqulun, thuj. Ato çka thonë? Ta që kanë ardhur në pa tyre, thujnë, valla s'kanë ditë sahabë. Valla i shojnë sahabë që se kanë përkro pejgamberin alayhis salam. Ose këta që kanë ardhur pas tyre, i shojnë ata të cilët kanë qenë para tyre. Filoni se ka pos akiden mirë, filoni ka pos kështu akiden, filoni ka pos këto gabime, filoni filan djetari, jo mosin imanin atyre që kanë qenë për para. Nuk i lojnë rahat edhe për së vdekurit. Thu çka bojnë që ta që vinë mas tyre? Zoti po thënë, ose si kanë ditë, hoxhallarët e parë s'kanë ditë, hoxhallarët, që ata që në kohën e komunizmit e kanë mojtë fejnë, nësë patojnë atë që dikush ka qeni për krimi është besë Allah xhaleshonu. Mirë po në kohën e komunizmit kur ka qenë shumë vështirë, e rrethonat kanë qenë tjera, ndoshta na që po thojnë, disa prej neve që po thojnë, s'kanë ditë hoxhallarët e parë, ja ne jep ne. Ndoshta na nuk kishë mujtë me mojtë fejnë, që shë kanë mojtë. Na pa komunizëm heq, pa tortura, heq me dhe sprova tjera shumë të leta, po bime dhe nuk me mojnë fejnë. Ja, këta që vinë prapa tyre, Allah për dhe të thojnë, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zoti jon, falna neve edhe fali ata të cilët na kanë paraprit në besim. Falna neve, mas pari për nuk të në vëzët falna. Pe edukatës do ose është mas pari me njës për vitë. Edhe fali ata të cilët na kanë paraprit në besim, ata kanë besu para neve. Ata janë shkak që na jemë besimtarë, ata kanë punu që t'imon, e kemë të rashiku, që t'besim, që t'islam, e kemë të rashiku për tyre. Për sakrifica për tyre, po thujnë, falna neve dhe ata që na kanë parapri neve në imon. E nuk po thujnë nësa kërpesht, po hëllëmtujnë për të metat e djetarëve që nuk pjo pëlqenjë, Allah e fort, ka po Allah e gabime kështu, thuj mas pari Allah më fort mu, mas pari dhe si kompetent, heq një gjithë gabime të djetarëve as tjesa. Mirë, po edhe nëse hena soj rrugën, mas pari thuj Allah më fort mu, jo, Allah e fort, kësha, aj ka po për me fort, se mëne, sa që në dëgjova dhe një ditë se për njënën për djetarëve, për njënën për cilëve ka sakrifiku shumë për islam, edhe e kanë byt, e kanë vjetë në kanë, dhe të ke ka pos gabime mëlloja sane, po si besimtarë dhe. Dhe me thonë këtë, që ashtë pja moti mune që edhe besimtarë pas ka dhe, pja e vullin po, a gabimet mëlloja, po mas jo dhe musliman. Kuj jetim e vlerësum ato, për sakrificën e punën që ka po, me kritiku e me full mas leti, po edhe për këto fjallë që flasëm në dhe të legalitëm. Pro, këta po lutë kanë për ata të cilët kanë qenë për para. Pse luktet njëri për ato që ka qenë për para? Për kanë luktet njëri? Njëri luktet për ato që jetë? Dhe me thonë këta që vinë mropa ensarve dhe muhaxherëve, deri në kiamet, kush dhe qërë, ka dashuri për ata muslimat të cilët kanë kalu për para. Se mësë me posë dashuri, së mundet më lukt për ta. E jo me posë vërrejtje.
Jo me shoh, po me pas dashuri edhe më lut për ta. Nuk po dojmë askuj më arsyetu gabimet e mundshme që ka pas, se cili gabon është njëri s'ka dyshim, po nuk po dojmë as me akuzu për kanë për gabimet e tyre. Ata kanë shku, te Zoti kanë shpërblimin edhe në të shkimin, nëse ka dëshkim për ta, nëse kanë bo punën, më ndëshku, punë e jemi është me shiku punët e mija, qënohat e mija, më lutë për më falë Zoti mua, më falë ata, jo mja holëm të metat atyne, po mja holëm të metat vetin. Edhe tani pëtojnë, wala të gjallë fi kulubina gillen lilledhina amin. Edhe mos lejo që në zemrat tona të kemë o rejtin ndaj atyre të cilët kanë besu. Fale ata që kanë shku për nesh, po mos lejo edhe të kemë o rejtje në zemrat tona ndaj atyre që kanë besu. Qofshin ata para nesh do me thonë, qofshin ata që kemë qonë. Se me poso rejtje që ka bërë. Jo që nuk lutesh, jo që nuk e dërë, tani, duhet se që e akuzën e ulim të nëmropat me ta, ti. Rabbena innaka raufur rahim, o Zoti unë, ti je shumë i bukur edhe je shumë i mëshirshëm. Pra Allah që lëshonu, këtë grup njerëzve, këto 3 grupe i lavdrej, Ansar, Muhajir, edhe ata që vinë pas tyre e që i bojnë këto veprime. Për ata ka thonë njëni prej djetarve, nëse mund është me qenë njëni prej këtyre 3 grupeve, për 2 të para, kanë shku u kry, të kamet, këj grupi 3, më lutë për besimtar, mës me pas gjelezi, më lutë për ata të cilët me kanë para pri, e ju me akusu, e ju me sha, e ju me merë me ato punë. Nëse dënë me qenë pjesë e këti ajetin në të cilën Allah Gjellëshamu e lavdëran robret e ti, po në duke u lutë për ta, jo duke e akuzu, se është për më tonë kesh për qenjën e disove, por edhe me shkollë të mesme, din me gjithë gabime, Ebu Hanifës e din me gjithë gabime, Shafijut e din me gjithë gabime, tjetërit e plët, ose s'poku po menen që din me gjithë gabime. Nuk ka dëshim që asë një oprej djetare që shka thonë Imam Maliku do finet e lesme bima u të rasul. U varroës pa gabushmeria me vdekjen e pejgamberit e lesme. S'ka mo, pa gabushëm me thonë halal haram me mësme gabu, s'ka. U vdek pejgamberit e lesme, më frike punë. Mirë pas jepi që e qonë ato gabim. Po edhe nëse e kanë gjithë djetarët e kanë thonë djetarët filon e ka këtë mesele gabim. Nuk jeti tash aj që akuzan ka gabu, po aj parat gabim, e dim se pejgamberi alayhis salam i ka premtu shpërblim kur djetari ka bën, për shkak se u përpjek po ka gabu. U mëndu po ka gabu. A kur ja që dhe një ko 2 shpërblime, një që e kësëllu dhe një që u përpjek. Prandaj të kemë kujtes, mos t'ja akuzojmë dhe kanë cilët edhe kur gabujnë shpërblimin. Mos t'ja mosëm diku imonin, je ka pos akiden kështë e ashtë, o shiku imonin tanë, akiden tonë, merë me vetë vetën tonë, ma shumë se sa më merë me tjerë, nëse dëshiran me qenë pjesë e këti